Unë nuk besoj se dikush nga ju ka parë vlonjate të lindura në Tiranë që flasin shkodranisht dhe jetojnë në Amerikë. E imagjinoni dot një vlonjat duke fol gegnisht ose një vlonjate duke fol shkodranisht? Unë vetë nuk e imagjinoja dot dhe jam komplet i shokuar dhe prandaj s'më zi po e marr veten për ta filluar këtë epizod. Ndërkohë që arsyeja pse Vilma dhe Greta, dy motra kineaste që banojnë në Hollywood dhe që janë këtu për të punuar për një film për të cilin do flasin. Më kanë shkruar me dëshirë që të marrin pjesë në këtë tryezë dhe unë jam shumë i lumtur, por jam dhe i shokuar. Tani Vilma është totalisht e absorbuar nga Shkodra dhe shkodranishja, po kthehem nga Greta se po duk pak më e balancuar kur foli. Tani si është kjo histori që ju jeni nga Vlora, keni lind në Tiranë edhe jetoni në Kaliforni dhe flisni shkodranisht? Është pak si mister. Ti e ke edhe melodin, po kështu... Po do të tregoj të vërtetën. Arsyeja pse kam melodinë është sepse faktikisht kam jetuar në Tiranë për 4 vjet dhe kam mbaruar për gazetari. Dhe prandaj e kam thyer i çik. Po. Jo, ke melodinë e shkodranishtes? Okej. Po. Ke gjithë nurin e Shkodrës, po prap e ke i çik më Okej, e pranoj e kam. Më të prerë. Kurse Vilma është komplet ja, s'është muzikë vërtet. shkodrane. Si s'është vërtet? Ja, fol. Po duke folur jam, unë mund flasë edhe me gjyletrar. E kthejve tani. Po tani e kthejva. Me gjyletat e më flasë dhe anglisht, problemi është... Nejse, për te i kësaj është knajsi vërtet ky mix, edhe ju njohin ata që ju njohin, se disa ju njohin, po ka disa që ju njohin në Amerikë, si motrat që bëjnë filma, right? Po. Tani si përfunduat ju në Amerikë njerë dhe si dolet pastaj mbi si përfaqës si motrat që bëjnë filma. Ti ke marrë gazetari, po ti çka ke marrë? Kam marrë për psikologji dhe art. Këtu? Jo, në Michigan. Ti e motra vogël? Po, unë jem e vogla. Keni vlla motër tjetër? Ja. Okej. Dhe jem një dyja. Ne kemi filluar, jemi rritur në Shqipëri edhe pjesa jetës tonë që shkuam në Amerikë, ka filluar Vilma ka shkuar në Amerikë për herë të parë si exchange student, edhe pastaj prindrit i doli loteria, unë mbarova shkollën dhe pastaj ndoqa prindrit këtu. Dhe pastaj ndoqa prindrit edhe Vilmën. Do të thënë motra e vogël e çau detin e parë. Ajo ishte e parë. Ajo mori prindrit, prindrit morën ty. Po, e fundit, pavarësisht se isha më e madhe. Do të thënë del që Vilma është prindi i prindërve të tu. Po, është e vërtetë se për çdo gjë unë kam përkthyer atje për spitale, për imigracion, gjithmonë duke përkthy për prindërit. Po, pastaj rritur para koha. Pastaj si kur shkut atje në fillim, erdhën prindit, çfarë bënit, si jetonit në fillim? Po kështu si imigrant i ri duke bërë punë që s'janë shumë e ke parasysh. Çat dilt e si thot, jo restorant, jo kështu. Pastaj unë fillova të shkoj edhe në shkollë, në kolegj, edhe në universitet, edhe kur erdhi dhe Greta faktikisht shkoi në Washington DC se ne shqiptarët jemi pak si shumë politikanë, edhe kishte qejf të ndjekte ndoshta pak politikën atje, po thash unë kam mend të shkoj në Los Angeles, se kam një si dëshirë të ndjek aktrimin. Edhe i thash, a do vish ose po shkoj pa ty? Edhe kjo tha, hajtë po vi edhe unë. Edhe kështu shkum në Los Angeles, bëm një udhtim për 5 ditë për ta parë se si ishte. Edhe në krahasim me Michiganin apo Washington DC që është shumë ftohtë, në Kaliforni është gjithmonë verë. Thamë, ky qen ka vend për ne. Edhe kështu domethënë morë me një makinë mbush me plaçka dhe udhtu me si me një kamion të vogël për 3 ditë për të shkuar në Los Angeles. Edhe atje filluam pastaj. Aty filluam si në radhë parë direkt filluam duke marrë disa klasa për aktrim, pastaj edhe për regjisur, se si bëhen filmat, edhe mbas një periudhe, është edhe ajo që në Shqipëri se
Pavarësisht se prindit na kanë leju që të bëjmë këtë gjë, po është ajo ideja se prindrit tanë janë, mami është mjeke, babi është kështu veteriner, edhe është ajo që nëse merresh pak me art, nuk është në një biznes shumë serioze. Për atë, do të thonë, ti do të marrësh për avokati. Serioze është, po është i vështirë. No, po e kam fjalën nga prindrit e shohin nga ana e sigurisë, do të kenë një punë që e quajnë punë të qëndrueshme. Po. Pastaj. Po, aq më tepër pastaj në Amerikë. Në Amerikë, po, domethënë neve kur shkuam në Los Angeles, do ikim për 2 vite, do i japim mundësi vetes, nëse nuk realizojmë në gjë, do kthehemi, do i japim kjo shansi i fundit, edhe ishim te mosha 20, edhe shkuam, domethënë, po është një shprehje atje në Los Angeles që kur shkon edhe e merr krymin ose të hyn ai krymbi i artit, disa njerëz edhe mund të shmangen, por neve akoma kemi krymin dhe prandaj jemi gjirë këtu, ndoshta nuk është shprehje mirë, po është the bug. It gets you and you can, Edhe prandaj, po domethënë pas një periudhe 2 vjeçare, 3 vjeçare që shkuam në këto klasa aktrime, bëra disa reklama, po ishte edhe në një kohë se filluan edhe kamerat thjesht që ti mund të realizoje filme dhe vet, edhe duke pasur edhe shok që kishim direktora apo regjisore, skenaista, pse nuk bëjmë diçka si grup bashk dhe realizojmë. Aty erdhi si ide të krijojmë kompaninë tonë, të bëjmë projektet tona, të krijojmë mundësi vetes tonë. Edhe cila ishte prova e parë? Prova e parë ishte me filmin tonë të parë, që është film amerikan What Do I Do Now, Qa do bëj tani, është komedi, Vilma shkruvi skenarin. Po, dhe më thënë ishte mirë që ishte një komedi, një diçka lehtë për të gjithë ne për ta realizuar, se ndryshe ishte dramatik, do ishte pak si më shumë punë. Edhe mirë doli, dhe më thënë fitu me disa çmime. Ashtu? Po. Si e organizuat buxhetin e këto? Kishim punu, kishim rrit disa lek, edhe faktikisht kishim një shok të ngushtë që ishte producent, si mentor, si ishte në një moshë më të thyrë, edhe e pyetme a shkojmë për ata bëjmë një shkollë për film apo të bëjmë film, edhe ai tha nuk ka gjë më të mirë se eksperjenca. Mos harxho lekët e filmi, po bëj filmin edhe do mësosh komplet se si bëhet filmi, zanatin. Edhe ishte një këshill shumë e mirë, domethënë që e ke parasysh gjithëve. Po për aktorët, për shumë, sa personazhe ishte? Filmi parë ka qenë 10. Pa. Po pas ka pas goxha? Po, ka qenë pak si ensemble, si i themi neve, po. Po, ishte domethënë që kur bën një film independent, si e bët me kamera personale me gjitha apo? Jo, i morëm me qira, se atje ka shumë shtëpia që japin kamera me qira dhe nuk e levërdis të blesh një. Jo, çfarë profesionale, kamera profesionale. Po, sigurisht me lenze me të gjitha, dhe domethënë atje është edhe shumë lehtë të gjesh njerëz që dojnë të punojnë për çik më pak. E ke parasysh se janë si fillestar, po ka që është domethënë kryeqyteti i filmave, shumë gjëra janë më të mundshme se këtu. Se ne erdhëm edhe këtu kur realizuam filmin Eagle, që erdhëm në 2012-ën, edhe ishte shumë e vështirë këtu për gjetur njerëz të përshtatshëm, po, edhe kamerën u do të sillim nga Serbia, edhe nga Maqedonia disa njerëz, sollën edhe disa amerikanë, se ishte shumë e vështirë. Po këtu prodhimi televiziv është shumë i fortë, po për filma është diçka ndryshe. Por me gjitha të eksperienca kur kemi gjiruar. Filmi i parë eci mirë. Po, eci mirë. Në disa festivale, po. Festivalin në New Yorkut, ka fituar si filmi më i mirë. Ashtu, po, për atë vit, domethënë, edhe ku kemi shkuar, I think was Sonoma, domethënë disa festivale që janë rreth Los Angeles. Lokale. Po sa filma keni bërë deri tani? 4. Edhe si kanë ecë tjerët apo? Shumë mirë. Me shumicën e tyre kemi shkuar në për festivale, edhe në atë mënyrë ka qenë gjë e mirë, sepse kur je në fillimet e karrierës, ti bëni diçka për momentin duket shumë mirë, në disa raste thu, nuk e di, po kur shkon edhe personat e tjerë i shikojnë, të vlerësojnë, edhe shikojnë edhe filmat të tjerë, më duket se filmi jam mirë, nuk është keq krahasim me këtë tjetër, njëri tjetër. Kjo që është një eksperiencë e mirë festivale. Ja rekomandoj çdo kujt domethënë që fillon karrierën Po mirë, si arrini tani të kthehemi te pyetja e prindërve, si arrini tani juve të jetoni, të prodhoni filma, si arrini, flas financiarisht? Po,
faktikisht kemi bërë punë gjerë para 3-4 vjetëve dhe punë tjera suplimentare. Edhe po tani jemi 100% me fitimet e filmave. Po shqyqër zotit. Në Amazon, në Prime, edhe kanë qenë edhe në Apple, iTunes, ke parasysh me distribim digital. Faktikisht edhe te Digitalbi janë shfaqur e kemi shitur filmat tonë. Po, i ka bler Digitalbi. Super. Tani vim te pjesa e fundit e kësaj bisede interesante, po tani në Shqipëri jeni për një film tjetër, Po, kemi dëshirë, domethënë, kemi filluar si procesin e realizimit të filmes për Nën Terezën. Kemi një skenar interesant dhe është fiction apo është dokumentar? No, nuk është dokumentar. Jeta e saj, domethënë, faktikisht. Pra, po, si, fiction. I guess thoni ju fiction. Apo dokumentar. Ne i them narrative, është, domethënë film i bazuar nga jeta e saj. Po pra me aktor. Po jo dokumentar. Jo dokumentar. Po me aktor. Po me aktor, sigurisht. Jo dokufilm, jo ato që janë si gjys dokumentar, gjys me aktor. Është film. Film tamam, po. Edhe do shprehim se ne shumë njerëz dinë Nën Terezën se është ndoshta nga India apo nga Italia, mendojnë, nuk e kanë idenë se është nga Shqipëria. Edhe ne atë tematik duhet të shfaqim, domethënë se si u bë Nën Tereza, në kur u rrit, domethënë fëmijën e saj. Po tani jeni në fazën përgatitore. Po. Keni bërë skriptin? Po, kemi skriptin. Edhe aktorët i keni zgjedhur apo? Kemi disa aktor, po jo komplet, domethënë, po si ide 2-3, po. Të huaj, shqiptar? Po, faktikisht do e themi një pjesë jam unë. Ti do e lush Nën Terezën? Nuk ma mush menjen, mu përshëndet. Nuk ta mush, okay. No, faktikisht është edhe diçka se tematika që do. Jo, është më shumë si Nën Tereza. Wow. No, faktikisht diçka që desha them për Nën Terezën nuk është pjesa e fundit, domethënë pjesa e jetës, atë që kemi kapur ne duam bëjmë jetën e fëmijërisë së saj. Kështu që duke bërë jetën e fëmijërisë së saj, Nën Tereza ka për qenë fëmijë, aktori do të jetë kalama, po ndoshta do të bëjë nënën e Nën Terezës. Dranën. Do lush nënën e Drami, aty. Po, mund. Aty edhe mund. Mos do e keni Nën Terezën të rritur. Ja, për këtë skenar që kemi bërë në këtë rast, ja. Po gjërat edhe mund të ndryshojnë, sepse skenarin që kemi shkruar si film, po varet edhe nga financa, se është edhe një ide, mundësi që ta bëjmë si mini series, që të vazhdojmë me pjesën e saj kur ka qenë fëmijë dhe pastaj të vazhdojmë. Çfarë opinioni keni ju për këto series? Se këto po zënë gjithmonë më shumë vënd në Po. Me thonë vërtetën më pëlqen. Edhe është se për Nën Terezën ka shumë për. Jo, them përgjithësi çfarë opinioni keni për këtë transformimin e serialeve? Po. Ne na pëlqejnë, ka seriale të mira dhe që as diskutohet, po shumica janë të mira. Ja. Unë do më thënë, atë, si tush, nuk është as hobi, është një smundje. Pa, thashën. E kam filmin, shoh shumë, jam shumë i dhënë mbas filmit, për shumë vitesh. Dhe vërtet që mua serialet më pëlqejnë. Do më thënë, kur janë të mira dhe janë really good. Dhe ajo pjesa që një film nuk mbaron aq shpejt, po zgjatet, është really good. Pa. Të pakën kështu mendoj unë. Po, interesin, gjërë në fund, edhe të bënë surprizë, që nuk e di ku të mbarojnë. E pat një film tani që doli me atë, si quhet, Claire Danes, atë The Beast in Me? Ja, se kam parë akoma. Duhet ta shihni, amazing. Okay. Po, do ta xhironi këtu në Shqipëri filmin, ku e keni planuar? Po, ne kemi folur edhe me Maqedoninë, faktikisht, kurse është një vend i caktuar, nuk e di a keni shku në Shkup që e mbajnë që si muzeumi i Nën Terezës. E kemi marrë në telefon e na kanë thënë, po nga fotografi që na kanë dërgu nuk duket si ka qenë. Dhe si ide për ne do kishin dëshirë që ta realizonim në Shkodër. Pa në Shkodër se ka shumë ngjashmëri me arkitekturën e mëparshme, edhe faktikisht Shkodra është i vetmi vend që ka prapa të disa shtëpia të vjetra që në kohë të turkut si thohet, edhe që të jetë ajo originaliteti i historisë. Edhe shpresoj të jenë prap shtëpia të kur të realizojë. Ka një pjesë, ka. Ka një pjesë, ka ca pjesë shumë të bukura Shkodra, shumë të bukura dhe që mund përshtatet. Edhe njerëzit domethënë janë shumë të predispozuar për të ndihmuar, sidomos për arte. Unë e mbaj mend domethënë kur xhiruam herën e fundit,
secili person do të ndihmonte në një mënyrë apo në tjetër. Jo, tani unë kam përshtypjen që është goxha më ndryshe se në 2012-ën, edhe nga pamja e këtyre trupave që asistojnë, që bëjnë, nuk është komplet është të më ka trupa, ka teknik, se unë kam pasë rastin që një 2-3 rastet të përfshihem me këto situata dhe ka të rinj që janë mbulojnë mbulojnë pjesë ndryshme të një grupi teknikësh të filmit, kështu që kjo edhe kjo. Është e mirë. Filmat shqiptare shikoni? Mos kemi pa shumë. Nuk e di se realizohen shumë filma shqiptar, domethënë kemi parë këto jo falja Gjako që ishte para disa viteve, por nuk kemi parë. Ka qenë bashkëpunim amerikan, po. Jo, realizohen. I dashur armik, po e ka kohë, po. Jo, realizohen filma edhe me metrazh të shkurtër shumë të bukur, ka të rinj të talentuar. Realizohen. Jo në një masë siç ka qenë, nuk diskutohet, por realizohen. Po, është edhe ju keni edhe filmin, festivalin e Tiranës. Për shembull, ne kemi ideal të jashtëzakonshëm që fitoi Venecian për filmin e shkurtër. Sa mirë. Fantastik. Po, fantastik. Këtë vit apo? Vjet. Djali jashtëzakonisht i talentuar, shumë i talentuar. Po mirë, unë ju uroj sukses. Nuk e di, ju ngeli merak në gjë? Ja. Në i pyetje për mua keni? Pa, okay. Çfarë pyetje keni? Kisha një pyetje, cili është vizioni jot për kineaste, domethënë që kanë dëshirë të vinë këtu dhe të bëjnë bashkëpunim me Shqipërinë, a do të favorizosh më shumë shqiptarët apo të huajt? Nuk është çështje shqiptare që të huaj, kush është i talentuar, kush është i talentuar, domethënë kjo është pak po e sigurt, ndërkohë që gjithmonë më shumë ju jeni shembull në këtë rast. Gjithmonë më shumë grupet e filmit, grupet që krijohen janë grupe që gatrohen nacionalitetet, domethënë nuk kam aty që të duhet, apo ja, kështu që ne këtu është hap ne kemi një akademi të filmit, Marubin, nuk e di a e ndjeni. Keni vizituar një? Dhe tani është hapur një tjetër, që faktikisht e kanë hapur 2 amerikan, shumë të apasionuar. Njëra është scriptwriter. Pamela. Catalyst, duke se i ta punë. Po, Catalyst, eksakt. So, ata bashkë me Filipin, ata kanë hap ne i kemi dhënë një mjedis shumë të mirë. Edhe ata kanë hap një eksperiencë të re. Dhe ndërkohë një grup goxha i madh producentësh edhe distributorësh nga Amerika erdhi vjetë në verë, vizituan Shqipërinë, folëm. Jemi duke u përpjek të krijojmë një kuadër lehtësues, po themi, për prodhimin e filmave në Shqipëri. Shqipëria ka avantazh të madh se ka të gjitha në një perimetër shumë të vogël, Maldet. Shumë e vërtetë. Vjetër, të re. Kështu që hap pas hapi. Ne jemi vend i vogël, nuk mund të pretendojmë të kemi prodhime, domethënë se të kinematografisë, po hap pas hapi. Ja, gjë don kohën e vet. Kështu që ju e jeni të mirë se ardhur, kuptova edhe pa mund mirë se ardhur keni qenë. Faleminderit. Nëse unë ju dua dhe keni nevojë, ti kishe në pyetje për mua? Ja. Vetëm pyetje për interesin tuaj personal keni se. Atë gjithmonë. Po a pikturon prap? Për ditë ja, duart me bojë kam, po. Shivi duart. Aty poshtë në zyrë. Këto ishin 2 motrat, Vilma dhe Greta, nga Vlora, flasin gegnisht, jetojnë në Los Angeles, xhirojnë filma, por ajo që është më e rëndësishme është që të gjitha këto bashk i kanë transformuar në një burim energjie të bukur pozitive. Shpresoj që edhe ju morët, siç mora edhe unë energjinë pozitive të tyre. Thank you so much. Faleminderit. 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 Ishte kënaqësi. Faleminderit.